Jam burri martuar, 23 vjet. Mos më pyetni si e kam mbajtur, as unë nuk e di më. Gruaja ime e kam dashur gjithmonë, ende e dua. Por dashuria, zotërinje, zonja, nuk të përgatit për gjithçka. Për shembull, nuk të përgatit të hysh në dhomën e gjumit dhe të ndjesh erën. Po, erë, por jo erë çdo lloj. Era e peshkut, e papërpunuar, e kripur. Ajo era që të kujton tregun e lagjes në gusht, kur peshku ka qëndruar në diell një ditë të tërë. Le të shpjegohem. Gruaja ime ka një zog. Kuptohemi? Jo një papagal të vërtet, jo një kafaz me shufra dhe një tas me ujë, një zog tjetër. Ata që jeni të martuar e dini se për çfarë po flas. Ata që nuk jeni, do ta kuptoni pas disa vitesh halalëk. E kam fjalën për, si t'ja them pa u turpëruar, për vagjinën, për pidhin, për atë pjesë që burrat e quajnë shpend kur duan të jenë të ëmbël dhe çështje kur duan të jenë diplomat. E pra, zogu i gruas sime ka filluar të nuhas si peshk. Disa qeshin, disa mbeten të heshtur, ai vazhdon më serios tani. Mos qeshni, unë nuk po qesh. Unë jam 3 javë që nuk fle natën. Gjithçka filloi një të martë. U ktheva nga puna më herët. Hap derën e dhomës së gjumit, sepse gruan time e gjeta aty duke lexuar një libër, dhe era më goditi si shpul. Një erë e rënd, e lagësht, sikur dikush e kishte futur kokën brenda një kavanozi me sardele të hapura që nga lufta e dytë botërore. U ndala në prag. Thash, zemër, çfarë është kjo erë? Ajo më shikoi e qetë. Çfarë ere? Si peshk, thash. Era peshku. Ajo nuhati ajrin. Nuk ndiej gjë. Dhe atëherë kuptova. Era nuk vinte nga kuzhina, nuk vinte nga bodrumi. Era vinte nga ajo anë e krevatit, nga ana e saj, nga zogu. U tërhoqa. Jo sepse nuk e dua më, por sepse truri im filloi të punonte si makinë llogaritse. Çfarë shkakton erën e peshkut në atë zonë? Nuk jam mjek, por kam lecuar në internet. Dhe kur një burr i martuar fillon të lexojë në internet për erat intime, dijeni se ai tashmë ka kaluar pikën e kthimit. Mendova, mund të jetë infekcion, mund të jenë bakterie, mund të jetë se ajo ka ngrënë shumë hudhër, por hudhra nuk të bën peshk. Hudhra të bën hudhër. Peshku është peshk. Mendova gjithashtu, apo më tradhon? Jo, nuk besoj. Gruaja ime tradhon vetëm me televizorin. Është në lidhje serioze me serialet turke. Por era vazhdonte, ditë pas dite. U bë aq e fortë sa Piko, papagali i vërtet, atë që kemi në dhomën e ndenjes, filloi të dridhej sa herë kalonte pranë saj. Edhe zogu i vërtet e ndjente zogun tjetër. Atëherë vendosa të veproja. Të martën e kaluar, ndërsa ajo ishte në dush, unë hyra në banesë. Jo për të vjedhur asgjë, për të nuhatur. Me sy mbyllur, si qenë policie, shkova drejt shtratit. Ngrita qarqafët. Pash aty disa gjurmë. Nuk dua të jemi neveritshëm, por le të themi se lavanderia jon ka nevojë për pak më shumë detergjent. Dhe më pas, pa e menduar, hapa dolapin e saj. Gjeta 3 gjëra. Një shishe me ujë trëndafili, një kuti me peceta intimale dhe një çantë të vogël plastike. Brenda çantës, përgatituni, një copë peshk, merluc, të mbështjel me letër alumini. Peshk i vërtet, i pa pjekur, që fillonte të kalbej. Gruaja ime e kishte futur peshkun në dolap, pranë shtratit. Për çfarë arsyeje, zotrinj? Për të më larguar, për të më testuar, apo për të mbuluar diçka tjetër? Nuk di më. Truri më digjet. E mora peshkun, e hodha në plera, pastrova dolapin me klor dhe u ula në krevat duke pritur që ajo të dilte nga dushi. Kur doli, e pash në sy. E pyeta, pse e bën këtë?
Ajo u ul pran meje, e qetë si liqen, dhe tha, sepse ti nuk më nuhat më mua, ti nuhat vetëm erën që ke në kokë, doja të shikoja nëse do ta vije re ndryshimin. Unë ngjela pa fjalë. Tani, pyetja për publikun. Unë, një burr i shqetësuar, martuar për 23 vjet, që sapo zbulova se gruaja ime fsheh peshk të kalbur në dolap pranë shtratit për të më testuar nëse e ndjej erën e saj të vërtet, çfarë bëj? E përqafoj? Shkoj te psikologu? I marr një buqet me lule dhe i them, faleminderi që më ke bërë të nuhat? Apo i kthej peshkun në dolap dhe pretendoj se nuk kam parë asgjë? Po, e di. Qeshni. Por unë jam akoma këtu, duke vuajtur. Nuk është e lehtë të jesh burri i shqetësuar në një botë ku gratë fshehin peshkun në dolap. Le të vazhdoj atje ku ndala. Ajo më tha, ti nuk më nuhat më mua, ti nuhat vetëm erën që ke në kokë. Unë rija aty, në shtratin ton, me duart në prehër. Pesha e fjalëve të saj më rëndonte mbi gjoks më shumë se çdo merluçi kalbur. Por peshku ishte i vërtet, i thash. Unë e ndjeva. Piko e ndjeu. Edhe fqinji nga kati i poshtëm na trokiti në derë të mërkurën dhe tha se i vinte erë deti nga ozhaku. Ne nuk kemi ozhak. Ajo më shikoi me atë vështrimin që ka kur di se ka fituar. Pikrisht, tha, ti ndjeve peshkun, por nuk ndjeve mua. Unë u ula pranë teje 3 mbrëmje radhazi, pa asnjë erë, dhe ti as nuk më afrove. Vendosa të provoj. Peshku ishte provimi. Unë ngrita në këmbë. Provim? Grua, kjo nuk është provim. Kjo është torturë mesjetare. Ç'provim provim tjetër ke bërë? A ke futur ndonjëherë një iriç në jashtëkun tim për të parë nëse do ta ankohesha? Ajo qeshi. Qeshi. Për 3 javë unë nuk kam fjetë, kam humbur peshë, kam lecuar gjithë internetin për sëmundjet e grave dhe ajo qesh. Dashuria ime, tha, duke më marrë për dore, ti je buri më i mirë në botë, por je bëri pa interesuar. 3 vjet që nuk më shikon në sy kur flas. 3 vjet që fle me shpinë nga unë. Piko ne ushqen më shumë se mua. Piko është zog. Edhe unë kam zogun tim, tha ajo. Dhe ai zog ka filluar të marrë erë peshk sepse zonja e tij është e pikëlluar. Atëherë zotërinje zonja më ndodhi diçka. Jo një zbulim i madh, jo një ndriçim hyjnor, por diçka e thjeshtë. Kuptova se peshku në dolap nuk ishte për të më larguar. Peshku ishte për të më thirrur. Ajo donte që unë të nuhatja diçka, cila do qoftë, për t'ju afruar asaj, edhe nëse era ishte e keqe, sepse era e keqe do të thotë se akoma je gjallë. Por indiferenca nuk ka erë. Indiferenca është e pathijeshme. Ai hesht për disa sekonda. Zëri i tij bëhet më i ulët. E përqafova. Atë natë, për herë të parë pas shumë kohësh, nuk fjeta me shpinë nga ajo. Fjetëm bal për bal. Dhe era peshk nuk ishte aty, sepse peshku ishte në plera. Dhe ajo kishte marrë dush. Por moja rëndësishmja, unë kisha vendosur të shikoja përsëri. Tani, Piko, papagali vërtet, ende thot mirëmëngjes çdo ditë. Por her pas here, kur unë dhe gruaja ime përqafohemi në divan, Piko hedh kokën anash dhe thot diçka të re. Merluç? Dhe ne qeshim të dy. Sepse tani, zotërinj, unë e di. Ndonjëherë për të shpëtuar martesën, nuk duhet të heqësh erën e keqe. Duhet ta nuhatësh atë, ta pranosh, dhe pastaj ta hedhësh peshkun vetë. Por pyetja ime për publikun mbetet, vetëm pak e ndryshuar. Tani që e di që gruaja ime më vuri një provim me peshk të kalbur, a e fal atë? A blej lule? A i mbjell një peshk të freskët në dolap për t'ja kthyer shakaja?
apo thjesht ulem pranë saj, e nuhat dhe them: "Faleminderi që më kujtove se jam ende buri yt, edhe nëse era ishte e tmerrshme."